Domethënë si shkollë jemi jashtëzakonisht edhe ndihemi me fat që shkolla jonë ka pasë mundësinë dhe privilegjin të interpretoj në salla ndoshta më të njohura të muzikës klasike, në ato salla të cilat edhe ne mësojmë apo është ëndër secili muzicient. Nxënësit tanë kanë marrë pjesë 2 herë në sallën filharmonike të Filharmonisë së Berlinit, pastaj në Vjenë kena interpretuar me orkestrën e shkollës. Nxënësit ishën nxënës dhe mesëmdhënës aktual të shkollës, ku kam qenë po ashtu edhe vetë me fat sepse kam dirigjuar në atë orkestrë bashkë me instrumentistë vjenez, po ashtu edhe kolegu im Pëllum Vula. Pastaj kena interpretuar në Rumani, në Latvi, në Francë, në Gjermani, në Zvicër, në Bullgari, në Turqi. Këto janë disa nga shtetet të cilat shkolla ka pas fat me interpretu. Edhe jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe ndihem krenar si drejtori i shkollës me gjitha këto zhvillime, duke marrë parasysh që buxhetet janë jashtëzakonisht të kufizuara, dhe ndoshta kjo është një nga hendikepet të cilat institucionet kohë pas kohë ndoshta ballafaqohen, mirë po vlen të cekët edhe duhet të falendëru gjithsesi edhe Kuvendin Komunal të Gjakovës, të cilën ndër vite ka ndihmuar dhe po ndihmojnë institucionin e shkollës së muzikës Prenk Jakova Gjakova.